Shirat dhe përmbytja e para pak ditëve në Juglindje ka sjellë jo pak dëme në banesa. Në fshatin Zvirin, në bashkinë Maliq, kjo banesë u rënua dhe ra, pasi uji depërtoi brenda saj duke rrezikuar jetën e atyre që jetonin brenda. Ditën e njëjtën darkët, ra shitër natën, burri përjashta, shtëpia u mbush poshtë me ujë, të hapte kanalet. Erdhi ushtri. Sa ram që të flinim na zuri gjumi, u shemp shtëpia, faqamurit i ra vjerrës përsipër. Dolëm të llotarisur për jashtë, tashin ne jemi në qiell të hapur. Dimri është, fëmijët ku t'i çojmë, s'kemi ku t'i çojmë. Tash të bëjmë një kasolle me plasmas, sa që mos na zel kjo për poshtë, se kërkojmë ndihmë nga shtetit, na bëj shtëpinë domosdo, se s'kam ku jetoj. Neve me çfarë merremi, ku mundemi argat puna tonë. Kush na thërret, vejme punojme, kush nuk na thërret në shtëpi. Vetëm 60.000 lekë në asistencës ja bile sot e mora, vajta në atje, vajta në çupa. Ja. Pagova dritën, do paguaj internetin se ju deshin fëmijës për shkollë, për momentin e hoqëm korrendi, nuk kemi. Se kishin frikën se lonin në shtëpi prap, kishin frikën e zjarrit. Në kushte të tilla, kryefamiljari është i detyruar të ndërtojë një kasolle për të jetuar pasi shtëpia është e pabanueshme dhe e rrezikshme për fëmijët dhe ta. Kam detur tër natën jashtë, se ishte këtu komplet obori mbrapa shtëpive dhe në gjut në ujë. Nga përmbytja na vinte që nga lumi i lartë. Ishte ora 5 i mëngjesit, hyra brenda, thash të shtrisha pak. Sa u shtriva, u shem shtëpia, dola me vrap, mora fëmijët, nusen, maman, i nxora jashtë. Në qell të hapur, nuk kam ku ta fut kokë, ku të fut fëmijët. Në ratë të pareve ne, në pale për vete, do be si do be, po vetëm për fëmijët. Kam bërë një kasolle atje me dërasa, do ta mbuloj me plasma edhe do rri atje. Ndim, kërkoj. Kush të mundet, të më ndihmoj. Derisa dikush nga institucionet të kujtohet për familjen Brahim Llari, 5 antar të kësaj familje do të duhet të jetojnë në kushte teje të vështira.